Si sot, 27 vjet më parë, u flijua përmes një akti sublim komandanti im legjendar Adem Jashari, bashk me 56 familjarët e vet, ndërta spikat Hamz Jashari. Sigurisht që ne të Frontit për Bashkim Kombëtar Shqiptar jo e kemi obligim statutor, po e kemi obligim moral që ta kujtojmë këtë ditë. Ta kujtojmë këtë ditë për të reflektuar. Dhe kush është reflektimi? Është një pyetje retorike, shumë e thjeshtë. A jemi ne sot mirënjohës aktit sublim, gjakut të derdhur lum, të djemve të UÇK-s, të familjes Jashari mbi të gjitha, e mbi të gjithë, unë besoj se jo. Ende jemi shumë larg. Ne kemi hipur në katin e 10, por shpeshherë duhet zbresim edhe në katin e parë, të ndërtesës son. Të ndërtesës son kombëtare. Të shikojmë themelet e saj. Të shikojmë me çfarë përbërje janë. A janë të forta këto themele? A jemi ne të aftë, por a e meritojmë njëkohësisht të qëndrojmë në këtë godinë? A i kemi dhënë neve kombit atë që kombi na ka dhënë ne? Është një shprehje filozofike e presidentit amerikan: mos kërko nga kombi yt ç'të jep, shiko çfarë jep ti atij. E pra, Adem Jashari me familjen e vet, 57 vet, dhan maksimumin. U flijuan për kombin. Po ne sot, çfarë po bëjmë? Unë mendoj se jemi shumë larg. Qoftë Prishtina zyrtare, qoftë dhe Tirana zyrtare, jemi shumë larg për kushtimit dhe përmbushjes së detyrave ndaj kombit. Jemi ende shumë larg. Ëndra e Adem Jasharit dhe betimi i UÇK-s ishte bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, me trungun am. Apo e realizojmë ne këtë? Jemi shumë të avashtë, jemi shumë pengues me njëri tjetrin, jemi shumë larg asaj që ndërruan ish luftëtarët e rënë për liri dhe mbi të gjitha komandanti ynë Adem Jashari. Miq, detyra ndaj kombit përfundon kur jep gjakun. Unë nuk them që të japim gjakun sot në ditë paqe, por që të garantojmë paqen, ne duhet jemi të gatshëm çdo ditë për luftë. Duhet jemi çdo ditë të përgatitur, sepse historia na ka treguar që ne shqiptarët kemi fate të hidhura. Kemi fate të hidhura. Atëherë kur na ka zënë gjumi, fqinjët tanë na kanë masakruar. Na kanë pushtuar, na kanë aneksuar territore. Dhe kjo mund ndodhi çdo çast. Prandaj patriot duhet jemi në çdo hap, edhe çdo ditë. Flas jo vetëm për politikat zyrtare, por edhe për shtresat intelektuale. Flas dhe për njerëzit e thjeshtë, të cilët duhet ndërgjegjësohen, që liria merret me gjak dhe me luftë. Pushteti fitohet me votë. Liria fitohet me pushk. Pra që ta ruajmë këtë liri, sigurisht që ne duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi të shpejtë. Ky apel shkon edhe për Kosovën zyrtare, në veçanti për kryeministrin Albin Kurti, i cili menjëherë duhet krijojë qeverinë e Kosovës, pa pasur në kokë ndasit dhe interesat partijake, vetjake, personale, politike, sepse një vakum i tillë politik ne na krijon probleme. Krijimi i shtetit Kosovës është një fat i madh për kombin ton. Sigurisht që është merit
edhe e gjakut i Jashareve dhe të gjithë luftëtarëve të UÇK-s që ranë për lirinë e saj. Por është edhe një fat historik i cili duhet mbajtur. Dhe fatet të tilla nuk të vijnë për ditë. Miq, nuk është e rastësishme sinergjia që ekziston midis datës 7 mars, kur u flijuan bijtë e Prekazit me në krye Ademin dhe 147 vjetorit të mësojnëtore së parë shqipe në Korçë. Adem Jashari, familja e tij ishin njerëz të lexuar. Ata e dinin çfarë ishte kombi. Ata i dinin caqet e veta, dinin dhe kufijtë e vet. Ndryshe nuk do të luftonin. Pra të japin vëmendje arsimit. Dhe me këtë rast përgëzoj të gjithë ata që merren me arsim dhe që shpërndajnë gjuhën e bukur shqipe. Dhe për ta mbyllur, lavdi heronjve kombëtar, në veçanti për ulje dhe respekt familjes Jashari, gëzuar 7 marsin, mësues të dashur, përkushtojeni dhe kryeni detyrën tuaj ndaj kombit, ndaj atë dheut, ndaj të ardhme son me dinjitet. Ditën e mirë dhe rroft Bashkimi Kombëtar nga Preveza në Nish.